Të bëra një pyetje aty nga fillimi i intervistës lidhur me më përgjigje, po do doja t'i rikthehesha prapë, sepse një nga ato gjërat që dëgjova që ta kanë komentuar shpesh është ajo nuk beson tek dashuria, pra ti nuk beson tek dashuria. Edhe unë po ndalem këtu tek një postim i Tabu Blog. Nuk e di se si kuptohet, domethënë që një njeri nuk beson te dashuria. E pikërisht, do të pari të lexoja këtë post. Tregosh. Sipas një studimi, të qenit i dashuruar shkakton në tru një aktivizim të ngjashëm me atë të përdorimit të kokainës, thuhet tek ky postim, dhe këtu kuptojmë patjetër edhe gjithë gjendjen emocionale që na shkakton kjo ndjenjë dhe jo vetëm. Po, që ta sqarojmë një herë mirë, ti beson tek dashuria që t'ua heqim stresin? Patjetër që besoj te dashuria, mendoj që gjithë ata që kanë për zemër drejtat e njeriut, që punojnë vazhdimisht për grupet vulnerabël, për ato grupime që ka më pak mundësi, që nuk ndjen të përfaqësuar aq sa duhet. Kjo është vetëm sepse ti dëshiron gjithashtu, do një botë më të mirë, do që njerëzit të ndihen mirë, ke emocione, empatie dhe simpatie ndaj situatës në të cilën ato ndihen, ato janë, dhe patjetër. Në një farë mënyrë duket sikur e kemi kufizuar dashurinë brenda marrëdhënies mes një çifti. Dhe i kemi harruar këto gjërat e tjera. Jo, marrëdhënia me një çift është një mënyrë se si ne duam, po dashuria fillon me veten. Aty mendoj që është forma më e madhe dhe forca më e madhe e dashurisë, dashuria që secili individ ka për veten e vet, jo duke u kthyer në një qenie egoiste, pra me një ego shumë të lartë, po duke respektuar veten, duke punuar për të qenë njeriu që ai do të jetë ose njeriu që ai duhet të jetë. Mendoj që respekti dhe dashuria për veten janë hapi i parë për të qenë mirë, i shëndetshëm dhe pastaj për të dashuruar edhe të tjerët, sepse gjithashtu mënyra se si e shoh dashurinë për cilën duhet punuar fort dhe unë vazhdoj e punoj, është fakti që dashuria është liri dhe sa më shumë të vetëdijshëm të jemi ne, aq më shumë ne do të dimë të zgjedhim në liri të plot njeriun e një njeri, jo domosdoshmërisht shumë njerëz. Pra nuk mendoj që liria individuale apo liria në dashuri ty të bën që të jesh i shthurur. Liria nuk është shthurje, liria është përgjegjësi. Qartë, dëgjoj. Përpara se të kalojmë te lojrat. Po, pas ka dhe lojra? Ka dhe lojra. Dua të bëj një pyetje, shumë të sinqert. Meqense Viola foli për Tabu Blogun. Edhe më erdhi kështu. Ne shqiptarët dim të bëjmë seks? Dhe nuk e kam nuk e kam thjesht për aspektin mekanik të penetrimit. E kam për njohjen e seksualitetit ton në radh parë, individual të gjithë secilit prej nesh dhe raportimin me tjetrin pastaj. Një shoqëri e cila e dhunon gruan, e dhunon vetveten, sigurisht është një shoqëri e cila e dhunon të bukurën, e dhunon seksualitetin. Ky raporti shumë grotesk që ne kemi me seksualitetin, që jetojmë fshehurazi, por pastaj e shkelim dhe e pështym në publik, tregon që ne nuk kemi një balans të mirë, qoftë me idenë që individi është qenie seksuale dhe individi lind si qenie seksuale. Fëmijët janë gjithashtu qenie seksuale. Njerëzit me aftësi të kufizuar janë qenie seksuale. Pra ne na mungon ajo, njësë nuk kemi pasur revolucion kulturor seksual. E dyta, ne nuk kemi edukim seksual afektiv, qoftë në familje, qoftë në edukim alternativ pra mbas shkolle, qoftë në institucione. Dhe kjo na bën që këtë qasje ndaj seksit, ndaj seksualitetit, ta kemi gjithmonë me moral të tepruar ose me agresivitet të tepruar, asnjëherë duke synuar kënaqësinë dhe energjinë ndërsjellët dhe momentin e jetuar. E di pse, sepse domethënë ne këtu në Tiranë, brenda unazës së Tiranës, se mendojmë veten të emancipuar edhe seksualisht nga pikpamja, po them, po në fakt në fshatra dhe në zona rurale bëhet nami, bëhet kërdia. Këtë se themi do se kjo është pastaj duhet
provuar si eksperiencë. Në fakt me të dëgjuar e kemi, po. Jo, mendoj që po, nuk mund ta themi pa thënë. Mendoj që në zonat rurale ka më shumë probleme me dhunën në familje, me dhunën seksuale, me pedofilin, me marrëdhëniet incestuoze dhe fakti që patriarkati si sistem është më i fortë atje, funksionon më mirë, institucionet janë më të dobta, aktivistët janë më pak prezent, raportimi është më i ulët, besimi te institucionet është më i ulët, është më e vështirë që të raportosh një dhunë seksuale në fshat ku polici është kushuri me burrin tënd. Mendoj që ka të bëjë me strukturat që ne i japim njerëzve. Edhe pamundësinë që ata të raportojnë një problem pa u ndjerë të friksuar. Po jo domosdoshmërisht mendoj që edhe kur ti kryen marrëdhënie seksuale në shumicë pa kriter, ti e kupton vërtet se çfarë është marrëdhënia seksuale. Mendoj që një lloj informacioni për seksualitetin duhet një lloj edukimi i përgjithshëm bazik mbi trupin, mbi të gjitha proceset biologjike që i ndodhin një burri dhe një gruaje, mbi gjithë ciklin e hormoneve dhe mënyrën se si ato ndikojnë tek qëndrimi jon, te sjellja jon, janë të domosdoshme, janë informacione të domosdoshme që të gjithë duhet i dinë, tek ajo kultura e përgjithshme që duhet i kemi të gjithë. Po që nuk i kemi të gjithë, edhe kjo është fakt, e përmend edhe më herët, e thej që nuk ka këtu ndoshta një edukim të mirëfillt, ndaj do doja tani, përpara se të kalonin tek këto lëra që kemi përgatitur, të më sugjerojë ndoshta librat më të mirë që mund t'i shërbejnë gjithë secilit për të përfituar një edukatë seksuale dhe për ta kuptuar më mirë që nuk është vetëm një akt fizik. Edhe filmat. Po, shiko, mund t'ja nisin nga të gjitha studimet apo rezultatet e konventave apo të institucioneve kryesore, të UN Women, të UNFPA-s, të shoqatës botërore, organizatës botërore të shëndetësisë. Mendoj që aty janë disa skeda të shkurtra me të cilat mund të qasesh edhe përsa i përket të drejtave të njeriut dhe konventave ndërkombëtare të drejtave të njeriut, që janë informacion bazë që pastaj ti qoftë edhe filmat e tjerë apo qoftë edhe librat e tjerë, ti lexosh me një qasje më progresiste, të paktën duke ditur se çfarë kuptimi kanë fjalët që ti dëgjon apo fjalët që ti lexon. Kjo është në mënyrë shumë e mirë. Pastaj ka disa, është profesor Hajrullahu që ka bërë një libër shumë interesant në shqip mbi seksualitetin e njeriut. Mendoj që ajo është një bazë shumë e mirë për të filluar, se është një informacion i përgjithshëm, edhe qoftë biologjik, qoftë social, mbi gjithë umbrellën e tematikave që kanë të bëjnë me edukimin seksual. Pastaj në shqip ka libra shumë të mirë që janë të dedikuar, për shembull është një libër shumë i bukur, Jeta në kohët e penisit, që unë mendoj që çdo djalë që është adoleshent duhet patjetër ta lexojë, se është një libër që ka shumë humor, është një libër me shumë histori që të tregon këtë konceptin e falik, centrofalik, edhe të mënyrës se si çdo burrë e përjeton marrëdhënien që ka me organin e vet gjinital. Është një libër tjetër, Shigjeta Perëndeshës, që flet për seksualitetin e gruas, duke folur për sistemin nervor autonom, se sa i rëndësishëm është ai për të gjithë hormonet, ciklet hormonale, traumat që ne kalojmë, marrëdhëniet që ne kemi, të cilat janë element që ndikojnë në seksualitetin tonë edhe në mënyrën se si ne i qasemi seksualitetit, apo partnerit, apo jetës seksuale në përgjithësi. Po ndonjë film? Do them 3 filma të cilët kanë qenë pjesë e festivalit të filmit queer në cilin unë isha ambasadore, që janë 3 filma që më kanë pëlqyer shumë, që është filmi i parë është Finlandia, i një regjizori Horacio, nuk jam mbaj mend emrin, Alcala, që flet për një komunitet të një gjinie të tretë që ekziston në Meksik, myshe quheshin,
që sigurisht ende ekzistojnë prej qindra vitesh, por për momentin kanë ndodhen dhe jetojnë vetëm në një zonë të caktuar të Meksikës, dhe ky filmi që është vjen edhe në formën e një dokumentari, është një qasje shumë e mirë për të kuptuar se si është udhëtimi midis gjinive dhe se çfarë do të thotë të jesh jo binar, dhe se si të drejtat e njeriut, emocione, dashuria për cilën folëm çfarë, janë universale, i përkasin të gjithë njerëzve dhe nuk ka ne dhe ata, sepse emocionet ndihen, kështu që nuk mendoj që duhet të ndihesh i rrezikuar nga diçka që nuk nje, po duhet të japësh shansin dhe mundësinë që ta njohësh më nga afër dhe nëpërmjet artit, kulturës, leximit, filmave, dokumentarëve. Kjo është një mënyrë shumë e mirë për t'u edukuar edhe për të hapur mendjen tonë dhe për të kuptuar të tjerët. 3 filma thënim. I dyti është Emilia Perez, që Po për këtë të thash pra, filmi që kishte fituar çmimin Oscar. Po, ky. Për ju që kuriozoheni tani edhe thon po kur e than, kemi folur më përpara. Nuk e ka fituar, ka qenë kandidate për Oscar, po ka fituar çmimin si aktoria më e mirë në Cannes. Dhe është aktoria e parë transgjinore që e ka fituar këtë çmim. Ishte shumë i bukur filmi, është musical, dhe mua nuk më pëlqejnë shumë musical, ishte musical i parë që e kemi diskutuar edhe këtu në Kinotek Biles, nëse më mend. Është edhe Zoe Saldana, po, dhe ai aktori transgjinor. Jo, është tani s'na vjen vetëm po t'i bëjmë search, po më prit. Që është martuar me Justin Bieber. Hailey. Jo e dashura. Selena Gomez. Selena Gomez. Edhe Carla Sofia Gascon, se merdi. Carla Sofia Gascon. Aktoria transgjinore Carla Sofia Gascon. Po që ka qenë. Ishte Carlos, po, dikur. Po, që më përpara kur ka qenë burr, ka qenë gjithashtu aktor, që unë pata fatin gjithashtu ta takoj tek 40 vjetori i festivalit të filmit queer të Torinos, që është festivali më i vjetër në Evropë i filmit queer. Interesante. Dhe filmi i tretë. Dhe filmi i tretë është që flet për gjitha këto probleme shoqërore, për bullizmin, për të ndjenjat e para. Është Il ragazzo coi pantaloni rosa, Djali me pantallona roz, që është një film që ja këshilloi familjeve, edhe të rinjve, pra nuk ka skena eksplicite, për të kuptuar se çfarë ndodh në brendësinë e një adoleshenti, edhe se si ndonjëherë edhe prindër shumë të dedikuar nuk arrin të kuptojnë se çfarë ndodh me fëmijët e tyre, edhe sigurisht për të evituar edhe për të ulur këtë kriminalitetin mes fëmijëve dhe të rinjve, që këto vitet e fundit edhe në Shqipëri është bërë problem. Dhe gjithashtu vetvrasjet, sepse besoj që e dini që pjesa më e madhe e atyre që kryen vetvrasje janë gjithmonë djemtë edhe burrat, pra. Okej, mirë, vrapte lojëra tani. Tani shkurtimisht ne do të bëjmë disa pyetje. Zhak, edhe ti do na kthesh përgjigje shumë të shkurtra tek loja e parë. Cila është gjëja më qesharake që ti ke dëgjuar ndonjëherë për gratë shqiptare? Gjëja më qesharake? Ka shumë. Tabuja më qesharake, po themi. Nuk ka të bëjmë me gratë shqiptare, janë këto tabut që kanë të bëjnë me informacionin e cunguar mbi edukimin seksual, që ti nëse ke pasur shumë marrëdhënie seksuale, atëherë ke një organ seksual shumë të zgjeruar. A thua, po bëre shumë marrëdhënie seksuale me të njëjtin njeri, nuk do dhe njëjta gjë. Domethënë, kjo mendoj që është absurde. Okej. Tani, a ka ndonjë temë që nuk do ta trajtojë kurrë në tabu? Jo, mendoj që çdo temë mund të trajtohet nëse trajtohet në mënyrën e duhur, pra nëse ti nuk i jep nota vulgariteti, çdo gjë mund të trajtohet. Dhe fundit e kjo loja e parë. Loja kemi shkruar ne edhe është te kjo ndarje e parë. Kur është hera e fundit që ti ke gjykuar dikë po pa e kuptuar, pa e pasur atë dëshirën për ta gjykuar. Po, unë ndodh shumë shpesh dhe pastaj ti thua kam vërtet po prisa do thoshte ju kam gjykuar ju përpara se të vija këtu. Jo, nuk ju kam gjykuar. Këtu erdha me rezerva, jo me gjykim, por unë e thash, u tregova shumë e sinqert dhe ja u shpjegova arsyeën pse. Po mendoj që ajo ndodh shpesh sepse edhe unë në këtë sistem kam jetuar, kështu që është një punë e vazhdueshme që unë bëj me veten time kur i flas me veten dhe brenda vetvetes gjykoj për një çështje ose për një individ, ka shpeshherë që i them vetes jo,
ose prit se këtu je brenda strukturave të patriarkatit, nuk duhet ta thuash as ti këtë. Nuk kam ndonjë shembull, me thënë të drejtën. Mendoj që kur më ndodh, i them vetes jo mos e bëj, po jo, nuk më vjen në mendje ndonjë gjë specifike, veçantë që ti them vetes, kjo është skandaloze. Tani do të lexojmë disa shprehje nga filozof, nga njerëz të cilët për pjesën më të madhe dhe më dërmuese njihen si njerëzit që le të themi na kanë mësuar teoritë kryesore. Po e nisim me të parën. Trupi është më i mençur se shpirti. Bie apo jo dakord? Trupi është më i mençur se sa shpirti. Po varet tani se këto nuk janë pyetje që mund t'i përgjigjesh thjesht. Çfarë është koncepti i shpirtit, kur ka lindur koncepti i shpirtit, pse është shpikur ai si koncept, a ekziston vërtet shpirti, se ka kaq shumë teori. Shiko, këto nuk janë pyetje që të testojmë njohuritë filozofike të tua. Jo, thjesht ti e dëgjon si frazë edhe qasja jote në jetën e përditshme. Se di pra, sepse ky, për shembull, në filozofi thonë që gratë kanë këtë instiktin, kanë këtë inteligjencën, po, dhe është një shqis që burrat nuk e kanë, pra ato parashikojnë gjëra që do ndodhin, pa ndodhur gjërat, sepse lexojnë faktor ambiental, kështu që nuk di ta them nëse kjo intuita apo kjo shqisa ekstra që kanë gratë është vjen nga shpirti apo vjen nga trupi, nuk kam vendos, domethënë nuk e kam një qëndrim të qartë për sa i përket të gjitha filozofive që ekzistojnë për konceptin shpirt, nëse ekziston shpirti vërtet, apo njeriu e ka shpikur idenë e shpirtit, apo ajo që ne quajmë shpirt është thjesht vetdia që ka lidhje prapë me trurin, që ka lidhje prapë me trupin. Kështu që unë sot në mbrëmje do bëj overthinking, nuk flejgju. Shpreha tjetër është nga Simone de Beauvoir, gruaja nuk lind grua, bëhet e tillë. Po, jam dakord. Ja pra, për këtë doja pra, po ose jo. Kjo është ideja. E radhës. E pra, po ajo ishte më hyri në disa re këtu të kokës time që kanë bëjmë me shpirtin, se pastaj shpirti lidhet shumë me kishën, me konceptin e kishës, pra futemi në disa rrugë të tjera që ndoshta nuk është mirë të futemi sot. E radhës, në dashuri gjithmonë ka një që komandon. Jo, mund edhe mos ketë ndonjë që komandon, mendoj. Okej. Në seksualitetin e njeriut ekziston një tension midis dëshirës dhe moralit. Po, mendoj që po. Dhe e fundit, dashuria shëron dhe shkatëron, ajo është forca më e fuqishme në botë. Po, edhe shëron edhe shkatëron, po, vërtet. Ta bëjnë gjë. Po kur shkatron është toksike, kështu që nuk mund ta quajmë tamam dashuri, është dashuri toksike që ne jemi mësuar ta ndjejmë si shprehja apo apogjeu i kësaj ndjenje, por unë nuk mendoj që është ashtu. Mendoj që prap kjo është pjesë e kësaj kulturës pop që na fut në për disa kurthe dhe këto flutrat që i ndjejmë në të vërtet janë toksicitet, sepse dashuria vjen pa sakrifica të mëdha. Pra unë nuk besoj te kjo dashuria e çmendur, Jack edhe Rose të sakrifikojmë, nuk mendoj që ajo është shumë toksike për mua. Okay. Dhe tani në përfundim fare, edhe që të mos të humbasim më shumë kohë, do kalojmë te disa skena hipotetike dhe se si do reagoje. Po e nis unë me të parën, Egon. Një burr në rrugë të thotë ke një buzëqeshje që ma bën ditën më të mirë, si do reagoje? Jo, do ikja, do vazhdoja. Okej. Nuk besoj tek komplimentet në rrugë, mendoj që ngacmimi në rrugë dhe komplimenti e ka një ndarse që është shumë mirë e kanalizuar.